Shumica e problemeve të qafës vijnë se rezultati i qëndrimit të qafës para. Shumica e problemeve të shpinës mund të vinë se rezultati i qëndrimit kohë gjatë ulur. Fjetjes jo të mirë, muskujt e tij janë kontraktuar apo janë bllokuar, është quhet akupunkturë, është terapi e lashtë kineze. Shënjestër.net. Unë jam Arbanes Maxhoni, jam fizioterapeut me provoj punë më shumë se 14 vite. Ka një kohë gjatë që merrem me problemet e rehabilitimit të patologjive të ndryshme që fizioterapia i trajton. Kemi më shumë pacienta të cilat po paraqiten me probleme të ndryshme që atakon problemet e boshtit kurrizor. Problemi i unazave cervikale fillon nga pjesa e parë e unazës, që është atlasi, dhe përfundon te unaza e 7. Zakonisht këto probleme din me jap marramendje, dhimbje koke, ushtim në vesh, shpimje përgjatë durve, po shpesh probleme që japin therrët e gjoksit, mund të qenë problemi i unazave të qafës. Ndërsa te problemi i unazave torakale shpesh vijnë të atakuar si rezultati i qëndrimit jo adekuat të trupit. Zakonisht paraqiten te problemet e pacientëve të cilët qëndrojnë kohë gjatë ulur, që punojnë nëpër vende që janë pranë kompjuterave, pranë librave, që shkruajnë gjatë, atëherë paraqiten probleme që jap zonat e unazave torakale. Ndërsa tek pjesa e unazave lumbale kemi shumë pacienta të cilat paraqiten si rezultat i ngritjeve të peshave, qëndrimit jo adekuat, fjetjes jo të mirë, dhe shpeshherë vijnë si rezultat i problemeve në regionin e fundshpinës. Zakonisht fillohet me një masazh e cila jepet në muskujt paravertebral, në muskujt trapezoid. Mirë po shpeshherë është edhe pika e dhimbjes e cila gjendet tek muskuli romboid, rekomandohet që të jepet presion, mirë po jo në shtrirjen e muskujve, mirë po në anën e kundër kanë e muskujve. Rekomandohet vetëm të lirohet presioni që ne duhet të jepim, nuk duhet të jetë shumë i fortë. Gjithçka duhet të jetë i kontrolluar dhe i balancuar për shkak se pacienti mund të ketë dhimbje. Kemi shumë raste kur nganjëherë ngërçat muskulare apo pacienti për shkak të fjetjes jo të mirë, muskujt e tij janë kontraktuar apo janë bllokuar, pastaj rrymat e ftohta të ajrit të cilat kanë ndikuar në shtrengimet muskulare, atëherë pacienti mund të vijë me dhimbje të forta. Në ato raste rekomandohet që të bëhet një terapi apo një masazh lehtë. Shumë njerëz kanë bë ecje në shpinë. Kemi hasur edhe më herët kur parët tonë kanë treguar që ose kanë kërkuar nga ne si fëmijë që kemi qenë atë shkel pjesën e fundshpinës. Duhet pasur shumë kujdes për shkak se mundemi me shkaktuar dhe thymje, fraktura të ndryshme, të cilat pastaj mund të përfundojnë edhe në operime të ndryshme të boshtit kurrizor. Kjo është një formë tjetër e terapisë që ne aplikojmë, është quhet akupunkturë, është terapi e lashtë kineze. Zakonisht vendoset në muskujt të cilët janë të tendosur. Jemi duke bërë vendosje në muskujt e pasëm, në muskujt trapezoid. Futet gjilpana në muskull edhe e lojmë për një kohë derisa muskulli i tij të relaksohet. Zakonisht kjo procedurë den me zgjat deri 10 deri 15 minuta. Është shumë e lehtë për shkak se trashësia e gjilpanës është në milimetra, domethënë është 0.1 milimetër. Ka benefite të ndryshme. Një nga benefiteve është lirimi i dhimbjes, pastaj bëhet në pikat e caktuara të cilat bëhen për marramendje, apo bëhen për probleme të tjera të cilat i trajton më shumë një terapist i cili merret me akupunkturë. Si kjo është akupunkturë me elektroterapi, preken pjesët e gjilpanave edhe përçohet rryma elektrike e cila kalon përgjatë gjilpanës edhe i stimulon pjesët e muskujt të këtij regioni. Zakonisht bëhet kur muskujt e tij nuk janë shumë të zhvilluar, kemi atrofi muskulare e cila e ndihmon edhe me fillu me tonifiku muskulin edhe me fillu muskuli i tij me një fjalë mu ringjall prapë. Kjo është një formë tjetër e cila trajtohet me terapi fizikale, që është shockwave terapi, e cila bëhet përgjatë muskujve, asnjëherë nuk duhet të atakohet kocka e boshtit kurrizor. Kemi raste të ndryshme kur kjo pajisje përdoret për eliminimin e kalcifikimeve të ndryshme të cilat shfaqen në pjesë të ndryshme të trupit, siç janë krahët, femrat dhe vende të tjera ku kalcifikime zakonisht paraqiten. Kjo hyn kuadrin e elektroterapisë gjithashtu, është pajisje mjekësore e cila përdoret për parandalimin e dhimbjeve dhe relaksimin muskulare shpeshherë. Ne i rekomandojmë gjithë njerëzve që mos t'i shmangin dhimbjet, për shkak se çdo dhimbje e vogël mund të rritet me kalimin e kohës dhe mund të shkaktojë një problem të madh. I rekomandojmë të gjithë ata që qëndrojnë kohë gjatë ulën të bëjnë lëvizje
të ecin, të merren me vrapime, të merren me sporte, ato sporte të cilat ata mund t'i bëjnë. Nuk rekomandohet personat të moshës së shtyr të ngritin pesha të rënda për shkak se mund të paraqiten probleme të ndryshme në trupin e tyre. Si dhe rekomandohet gjithashtu që përveç sporteve edhe ushqimi dhe fjetja të jetë një prej faktorëve kryesor të cilët ata duhet. Shënjestër.net